Shehul Islam Ibn Taymiyyah është mesatar në këtë çështje dhe thotë, nëse të vdekurit nuk i është falur gjenazja. Që sa bukur është çfarë? Nëse të vdekurit nuk i është, tash, methëbi i Ebu Hanifës dhe methëbi Maliki, çka po thotë? Nuk falet. Po hadithi çka më bë? Po hadithi është specifik. Methëbi Shafi dhe shokët e Imam Ahmedit çfarë thonë? Thotë bën mja fal. E Shehul Islam Ibn Taymiyyah i merr të dy mendimet e këtyre katër methëbeve edhe e trajton më mirë. Dhe çfarë thotë? Nëse thotë nuk i është fal namazi, atëherë thotë ja falim namazin. Edhe në qofse nuk është. Bile do të varri lejohet me shku me ja fal namazin e xhenazës nëse nuk i është fal. Bukur. Atëherë veprojnë siç vepruan në këtë mesele me Nejashiun, pra i falet namazi, ama nëse i është falur, atëherë s'ka më obligim për muslimanët falja e asaj xhenaze. Ky është mendimi i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thotë nëse është burr i madh apo edhe nuk është fal namazi, lejohet m'ia fal. Ndërsa nuk është transmetuar se disa prej sahabëve të cilët nuk është fal namazi, nuk ja ka fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mos prezencë. E tash ç'ky dallim, edhe ç'ky çështje, apo kupton? Ç'ky çështje ka bo që disa prej dietarëve me thonë, tash lind çështja tjetër. Nëse një dietari të madh apo një prisi të madh të muslimanëve që ka qenë i drejtë me muslimanët, ka luftu fi sebilillah, ka qenë mashallah. Edhe çfarë këtij personi është fal namazi. Sheh Ibn Bazi, Sheh Sadi, disa prej Ibn Kaimi, edhe Sheh Sadi realisht, Abdurrahman Sadi, thot që lejohet me ia fal edhe një herë. Sheikh Albani e ka mendimin që nëse i është falur, pse me ia fal edhe një herë? Dhe unë ç't mendim e qita në Facebook para një kohe. Ç't mendim që thash nëse i është falur namazi një dietarit të caktuar, apo edhe i është falur prej muslimanëve. Tash nëse ti qosh edhe një herë këtu, unë mbaj qëndrimin që kjo është bidat. Edhe tash, a është e drejtë vllazni, mu qut dikush edhe me të thonë, ti po i akuzon ulemat si bidatxhi, pse po thunë është kjo bidat. Nuk është e drejtja, vallahi. Nuk është e drejtja. Sepse i bie, si pas tyre, i bie që unë, Sheikh Ibn Bazin e kom bo bidatxhi tash. Unë, komisionin e fetvave e kom bo bidatxhi. S'do me thonë kjo kështu. Po jo, se kjo është meseli ijtihadie. Do me thonë, Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Uthejmini, ky e ka mendimin kështu. Ky tjetër e ka që është brenda rrethit tek Sunetit. Por se unë e kom binin që është bidat. E te, çfarë e ki mendimin? Jo, thot, unë e kom mendimin që lejohet, aleikum salam, unë e kom mendimin që lejohet me këto argumentet dhe kështu i kum kuptu në argumentet. Nuk është e drejtë me akuzo. Sepse Sheikh Albani, për shembull, vllazni, e ka mendimin që mas ngritjes nga rukuja, mi lidh duart edhe një herë është bidat. S'po di ai ke pa atë. Domethënë, semi Allahu liman hamida edhe një herë mi lidh. Pastaj Allahu Ekber me ra. Po, edhe në Saudi, e ki po ndoshta numre që ki. Tash, Sheikh Albani thot, mas rukus mu ngrit, mi lidh durt, a ka argument specifik? Jo. Sheikh Uthejmini, Sheikh Ibn Bazi, çfarë argumenti marrin? Me argumentin e përgjithshëm. Çfarë thonë? Thonë që pejgamberi sa kur ka qenë në qiyam, në qëndrim kështu, ku i ka pas durt? A peshini, pyetjen. Pejgamberi alayhis salam kur ka qenë në kom, çështu, ku i ka pas durt? A i ka pas të shtrira, a i ka pas të lidhur? Lidhur i ka pas. Allahu Ekber edhe të lidhur, apo? Bukur. E njëjta gjë thotë që mas rukus pejgamberi sa ka qenë në qiyam, se normalisht mas rukus duhet mu drejtu, apo? Atëherë drejtimi çka i bjer? Duhet mi lidh. Jo, Sheikh Albani thotë duhet argument shtesë për këtë lidhje. Argumenti fillim që është për lidhje ka aty, në rregull jemi. Ama që ky mas rukus s'ka argument. Edhe thotë, çka i thotë? Sheikh Albani hala marron çka. Ky thotë është bidati Saudis. Edhe tash ti nëse e morish këtë mendim bidati Saudis,
Edhe kur të vjen aty i thosh Sheh Bin Bazi bidaxhi, Sheh Uthemi bidaxhi. Kërkush thot kështu? Po nuk mirë të kështu. Të lutna. Dhe më thonë, nuk shkon kjo punë kështu. Edhe zbëni talebe me menu kështu. Sepse janë çështje khilafie në mesin e mesin e ulemave, fakihve të mëdhenj. Kjo është bidat, kjo është sunet. Paramendon një rast thuhet, një pyetje realisht po ja bojnë Sheh Uthemini i thonë Sheh e kum lexu që në libër forma e namazit është për qëllim Sheh Albani, po pa emën. Thotë e kum lexu që lidhja e durve pas rukuz është bidat. Semi Allahu liman hamida mi lidh durt është bidat. Sheh Uthemini thotë jo, kjo është fjalë e rëndë, përkundrazi është sunet. Çfarë thonë? Hajde, çfarë thonë? Allame Sheh Uthemini. Alamet njëri u konë. Po dhe Sheh Albani alamet njëri. Sheh Uthemini për shembull për tespit thot për pleqt, nëse janë pleqt, apo nëse janë pleqt, thot lejohet tespit mi përdor. Sheh Albani çka thot? Çka thot Sheh Albani? Unë pju kallëzoj mendimet e dy palëve, edhe ju vendosni vet. Edhe mos bëni fanatizëm dhe asnjë mendimi. Sheh Uthemini thot, argumentin a di çka e ka? Thot, nëse është plak, thot lejohet se i ngatrohet, po më mirë është me gishta, në rregull. Sheh Albani çka thot? Thot i mjafton muslimanëve që tesbihu bo sebeb me largu një sunet pejgamberit alayhis salam, bërin e dhikrit me gishta. Pse shoh fjalë? Atëherë, edhe ti po bosh sebeb që mu largu një sunet. Sepse xhamiat po mbushen me se në çdo xhami na kemi pleq. Atëherë ti po bosh sebeb që një sunet mu largu. Largimi një suneti e sjell bidatin. Po bukur, kur na themi kështu, a do të thot që bidatxhiu Sheh Uthemini? Hasha, Allah na ruaj. Nuk mirën sanet kështu. Kështu sanet nuk mirën.